Nëse një hoq ose një mësus i len gjatë orarit të mësimit, thot fëmija sot mujnë me shku fal, xhami, e nuk e vazhdojnë shkollën, ai është mas pari kriminali i parë. Është kriminali i parë që është kundër fesë dhe kundër shkollës. Ai i pari e shkel fjalën e madhe të Muhamedit a.s. që thot kërko për dituri që nga djepet gjanë në varë. Do thot i pari njeri që e shkel, akni thot po baj ka me shku, po mas pari edhe ai hoqi i shef fëmijët që e lojnë shkollën, e shkojnë xhami, ai hoqi është patriot, thot ka dalë në shkollë shkoni, se që shkollë shqipe me gjak e kena majt, me shpirt e kena majt. Që kena arrit na me e përjetu, edhe brezë ynë që sot shkojnë shlije në shkolla. Mos të harrojmë që një kohë kanë populli e ka majt, 10 vjet e ka majt me bukën e vet këtë shkollë. E ka majt privat. Gjatë luftës najlona kanë mësu. E sot për shumë me posenti, janë të pa faqme o njerës. Mos i kalani kufet. Po ju thamë, mos i kalani kufet. Edukano. Po ju takoni dhe instituciono, dhe shoqërisë, edukano. Edukoni njerëz, mos i leni, se krejtu janë faktor cilët këta të ri, si ku kjo qoni, i shtin në rrugë që këta janë të bindur në asisoj. Si ku që nga kanë shku njerëz të ri edhe në Siri, ju e dini shka s'kanë bo. Këta kanë më mësim prej dikojna, janë indoktrinu prej dikojna. Pra ndaj hetani këta nxitësit edhe denoncani. Ku t'i shqipni? Brune kumbin ton, bane fejnë e ju, cilën do të fejnë ta keni është qështja ju. Mos përhap një urrejtje fetare. Se një sen që na i kanë post lakmi krejt bota, edhe na i kanë hala, që na shqiptartë, kur se këna këshyrë një fej, ka kështu, jo, vlavi jem është, i ke thonë, edhe i thojmë. Kur s'ka pas lidhe një vllai ju një shqiptar fa fej ka pas, kur njetë nuk di që e kon veti, kanë që fa fej. As nuk e veti, as nuk kom interesant. Te këvuna është çështje personale. Më intereson ajo është i mirë, a ban vepra të mira. Se kur të bajsh vepra të mira, je në rrugë, shpesh herë thojnë, unë jam në rrugë, Zoti jam në rrugë. Jo. Gjithmonë do të më lut, inshallah. Jam në rrugë të Zotit. Me vepra të mira, të bo mirë, të bo njerëzve mirë, të një mu. Mos me bo keq, mos me shku as menja për mi bo keq, dikojna. Se në momentin ty që të shkon menja me bo keq, dikojna, ti mos jenë rrugë Zotit. Po gjithmonë lutë inshallah, edhe të bo mirë, të jafru njerëz, nashta janë rrugë Zotit. Se që është rruga ma e mirë, ma e drejtë, jo të bo keq, edhe jo të tri. Jeknu, te ke fund jeknu krejt për rritëve sociale, e mos në ndodhë që jo mo që mi kërsnu njerëzve me jetë, e me bo të li vepre, deri edhe në vrasje. Se do të pendoheni. Prandaj kujdesno. Që ata që ju nxisin urrejtje, denonconi. Denonconi tek policia ju, denonconi ku të mundeni, se ata nuk ju adojnë të mirën. Ai që ju thot që përhop urrejtje, e që menon që do të me luftu jo, kundër një vllavi tanë shqiptar, me që e shprej mendimin e vet, nuk është ai shqiptar i mirë. Edhe nuk është besimtar i mirë. Besoni, nuk është besimtar i mirë. Nuk ka do të mirë. Prandaj kujtes, edukano, shkollano, dune familjen e ju, fshqion edhe krejt, pano njerëz të mirë. Pano njerëz të mirë, mos bani sanat qia.